këtë hyrje të reja për këto dy miqësorët me Izraelin dhe me Luksemburg. Presim të shohim. Rakli, Champions, Bayerni me Parisin, ndeshje që luhet në Gjermani, Arsenali me Atletikon. Pam dy ndeshje që paka shumë në përgatita. Arsenali me Atletikun do ishte ndeshje mbyllur, që përket futbollit sotëm, që normalisht nëse do të krahasojmë atë ndeshje një ditë më parë, ishte shumë gjëra të njëjta me futbollin e dikurshëm, në kohën që unë isha fëmijë, një futboll i hapur, i shpejt, sulmues. Patjetër që futbolli sot është akoma më i shpejt se atëherë, po e kam fjalën një hapur, sulmues. Dije që dy skuadrat, Bayerni dhe Parisi, kanë në fazën ofensive kanë lojtarë të pa diskutueshëm më të mirë të botës, por kanë mbrojtësa shumë mirë. Po që është shumë vështirë pra që mbrojtësat t'ia dalin, t'i mbulojnë gjatë gjithë kohës dhe mos bëjnë gabime. Prandaj dhe ajo ndeshje pat një në këtë rast dua të them, sepse edhe trajnerët vet, me thonë drejtën, dhe trajneri i Parisit dhe trajneri i Bayernit e kanë implikuar vetë këtë sistem loje të skuadrave të tyre, pra të rrezikojnë sulm, atë që bën dhe Hansi Flick te Barcelona. Në fakt, janë trajner me pikpamje shumë pozitive, mendoj unë. E shoh dhe vetë në këtë drejtim futbollin, pra futbolli do të jetë në radhë para spektakël, po futbolli vitet e fundit, pra 10 vjeçarin e fundit është bërë komercial komplet, vetëm me mendu me e fitu ndeshjen. Se si patjetër që do ta fitosh ndeshjen, po edhe duhet dhurosh diçka për spektatorin, pra për ato që të shohin. Spektatori do raste, do gola, do ndeshje të fortë. Pra janë shumë faktorë që e kanë ndryshuar shumë lojën e futbollit. Këta personalitete sot po punohen ta ndryshojnë prapë. Futbollin ta çojnë aty ku ka qenë, pra të ketë spektakël. Dhe Bayerni dhe Parisi e treguan atë ndeshje. Do jetë ndeshja e kthimit, besoj do jetë po ashtu, sepse nuk ka ku shkon ndryshe. Për sa i përket Arsenalit dhe Atletikut, pastaj pritej që do ishte ndeshje e mbyllur me pak raste, me shumë luftë dhe ashtu bë. Ku shkon finale? Edhe ndeshja e kthimit besoj ashtu do jetë. Është shumë vështirë. Unë besoj që Arsenali do e kape finalen, ndërsa këto dy skuadras kam besim se Bayerni do ta kthej, pra do ta kthej ndeshjen dhe do jetë Arsenal Bayern finale. Faleminderit Rakli. Ku shkon finale? Po besoj që unë kam besimin që Bayerni mund të, duke qenë se luan në shtëpi, po kjo do bëj një koment të shkurtër për këtë pjesën e golave shumë. Ka një diskutim mes shumë trajnerëve në Europë, në këtë studio, që kjo për ne si tifozë, si gazetarë apo gjithë spektatorët është ndeshje shumë e bukur, me emocione të gjitha, po për trajnerët është alarm taktik të dalë ndeshja 5-4. Pse? Është alarm taktik sepse është thyer çdo gjë taktike aty që ti je përgatitur. Janë thyer linjat e mbrojtjes, në kundërsulm ka qenë pa përgatitur. Po, a ishte ky problemi i europianit që të gjithë thanë ka ikur futbolli i bukur se po bëhet akademi me skema me gjitha dhe nuk është më ai futbolli i rrugës që ofron spektakël? Po pra, ne takon të flasim ashtu, po për trajnerët, domethënë është alarm. Duhet ikin nga akademia, duhet ikin tek Jo, unë thjesht thash që trajnerët e kanë marrë si alarm këtë gjë që 5-4 si ka mundësi që pëson 5 gola një ekip, 4 gola një ekip, domethënë duhet parë kjo çështje, sepse ata përgatiten vetëm që mos pësojnë në këtë gjë. Dhe me portierët që vetëm shikonin ku shkon te topi. Është alarm taktik. Ku shkon në finale? Kristi, mos ju shmang. Atletico Bayern. Ai po bëj një kështu parashikim. Faleminderit. Rakli, faleminderit. Dërgoj për lajmet e fundit nga vendi